Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, sot do vazhdojmë bëjmë ndarjen. Sot do bëjmë ndarje vetëm tek kjo kolonia këtu. Disht tjera do ju tregoj edhe një mënyrë tjetër si të bëjmë ndarjen tek shumë blet. Fjalë marrim korniza nga kjo, nga një tjetër, edhe i vendosim në një koshere. Atëherë si fillim, do të kemi gati një koshere të re, të disinfektuar. Si shikohet, unë këtë kosherën e kam ndarë në 2 pjesë. Edhe gjysmë e këtej, nuk kam nukleus për momentin, gjysmë e këtej do vendos koloninë e re. Atëherë si fillim na duhet një kornizë me mjaltë. Një kornizë me mjaltë, 2 korniza na duhen me pjellje të vulosur. Por te kjo unë kam vënë re që bletët kanë vazhduar të ndërtojnë çibuk, edhe kjo na e thjeshtëson shumë punën edhe kohën. Që këto vazhdojnë direkt tek kryejnë mbretëreshën. Atëherë dua t'rregoj kornizën e parë, kjo është me 10 korniza, është full me mizë. Tani është ora 10. Kjo është e para, është komplet me mjaltë. Do ja marrim dhe do ja vendosim tek kolonia e re që do krijojmë. Tani duhet të gjejmë dhe mbretëreshën që mos ta marrim me vete, mbretëreshën duhet ta lëm këtu. Mbretëreshën e kam pashënuar, kështu që mund të na zgjatet pak video, por s'prish punë. Atëherë, kjo është një kornizë perfekte. Është me pjellje të vulosur nga cepi këtu edhe deri në mes, këtu ka pak pjellje ditore. Kemi meshkuj dhe siç ju thash, këtu kemi edhe qeli. Dje i pa ta prish gjithë, pa ta lënë vetëm këtë. Siç shihet e kanë vazhduar ndërtimin, ka bërë vezën të edhe po e mbushin me qumësh. Siç shihet ka edhe një tjetër këtu mbrapa. Kështu që kjo është e gatshme. Si fillim duhet kontrollojmë të mos ta marrim mbretëreshën, edhe këtej është në pjellje të vulosur dhe kjo pjellja duhet kemi kujdes. Sikur marrim pjellje të vulosur, duhet ta zgjedhim që pjellja tjetër që brenda pak ditësh, me fjalë për 2-3 ditë kjo të dalë komplet. Si ta kuptojmë që për 2-3 ditë të dalë komplet? Është e thjeshtë. Marrim një kujë ose li diçka, edhe e gricim pak një nga këto qelit dhe e shohim. Nëse është e zezë, është gati bleta për të dalë. Nëse nuk është e zezë, atëherë do vënojë të dalë dhe nuk janë të gatshme akoma. Mund të vënojë 10 ditë, 5 ditë, 7 ditë që të dalin bletë të reja. Atëherë kjo është e gatshme. Duhet të shohim për mbretëreshën njësisht. Mbretëresha nuk është këtu, edhe mbretëreshën e kam pashënuar. Kështu që nuk duhet ta marrim mbretëreshën. Okej. Duhet të marrim edhe një kornizë tjetër. Edhe kësaj do japim normal një kornizë tjetër. Edhe do vazhdojmë ta ushqejmë edhe pak që të rrisë numrin e pjelljeve akoma. Kjo është me pjellje ditore komplet. Si shihet edhe këtu ka vazhduar bëje çibuk, po do ja prishim. Edhe këtu nuk e shoh mbretëreshën. Është shumë e thjeshtë për të bërë ndarje. Mos e bëni, mos shikoni se thonë është e vështirë, ju po do shkencë, nuk është se do ndonjë shkencë të madhe. Sidomos tek një bletë që ka vazhduar të krijojë çibuk, e ke shumë të thjeshtë. Atëherë edhe këtu kemi pjellje të vulosur. Si shihet edhe këtu ka vazhduar të ndërtojë çibuk, por nga që koha ka qenë me shi dhe nuk kam pas mundësi që t'i hap, t'i kontrolloj as të bëj ndarje. Tani është momenti të bëjmë ndarje, mos ta humbim as një sekond. Video mund të zgjatet pak, sepse do duhet sigurohem që nuk e kam marrë mbretëreshën me vete.
por ka edhe në mënyrë që ti e merr mbretëreshën me 3-4 korniza dhe e largon me një distancë 10 metra e vendos diku mandej, po tu t'i japësh më shumë mijë se kaq sa po japën kësaj kolonisë së re. Edhe këtu ta lësh të krijojë çibuk të ri. Edhe këto mund të krijojnë goxha çibuk të mirë dhe mund dalin goxha mbretëresha cilësore. Se sa më shumë të ketë kolonia blet, aq më shumë mbretëresha të mira dalin. As këtu nuk po e shoh mbretëreshën. Prandaj duhet të shënohen mbretëresha. Por kjo më ka ikur. Do e shënoj se s'bën. Tu i kam vendos një kornisë të re. E ka punuar cep në cep. Ja tek është mbretëresha. Këtu është. Atëherë mbretëresha ka ardhur duke e bërë pjellje tek korniza e re. Atëherë spostojmë mbretëreshën këtej dhe shohim edhe për një kornizë tjetër. Tjetë me bletë të reja. Kjo është një kornizë e mirë, shumë e mirë, është perfekte. Ka polen, ka pjellje. Shohim për një tjetër akoma më të mirë. Tani këto ndarje që ne i bëjmë, është mirë që t'i largojmë diku 2-3 km larg edhe e lejmë edhe ajo është shumë më mirë. Por këto që nuk kanë mundësi që t'i largojnë larg bletët, një fjalë, do t'i ndaj brenda parkut siç do e bëj unë. Unë do e marr nga këtu edhe do e kaloj deri 10 metra më larg. Por duhet i lëm derën mbyllur. Do e mbyllim derën nga sot, do e hapim nesër mbrëmje. Normal që unë do i vendos ujë edhe do i vendos edhe pak bugaçe që të ketë. Plus që ka një kornizë plot me mjaltë. Kështu që nuk e ka problem për 2 ditë. Nesër mbrëmje, në fjalë nesër para se të rrsohet, e hapim derën edhe e lëm që bleta del, shikon se ku është dhe futet prapë dhe pastaj vazhdon normal. 90% e mizës nuk largohet nga kusherja. Se nëse ai largojmë direkt tani e lëm atje me derën hapur, ato kthehen gjitha bletët që janë jashtë që kanë dalë, nuk janë bletë të reja, gjitha këtu vijnë prapë. Kështu që duhet ja lëm derën mbyllur. E ndajmë sot, nesër në mbrëmje ja hapim derën. Kjo është me polen, me pjellje. Po mundohem ta tregoj sa më thjesht që edhe ju ta kuptoni. Unë ndodhem në Durrës se këtu a kam thënë është shumë herë tjera, po është super e mirë. Okej, këtë do marr. Dhe kjo si shihet është me pjellje, CPNC. Edhe pjellje vulosur është gati për të dalë. Siç pa thash, e çekojmë, marrim një kujnë e na e hapim një qelin, nëse është bleta e zezë dhe duket se disa bletë sapo fillojnë të lindin, atëherë është perfekte. E mbyllim, kaq ka. Thjesht marrim 2 korniza me pjellje të vulosur dhe të ketë dhe mizë goxha shumë. Marrim një kornizë me mjalt edhe u krye nukleusi. Edhe duhet të ketë dhe çibuk të gatshëm. Se ke çibuk gatshëm është akoma më mirë. E bën ndarjen sot, nesër mund t'i vendosësh çibukun. Kaq kishim. Është super e thjeshtë. Do bëj edhe një video tjetër që mund të marrim nga shumë blet. Korniza dhe edhe këtë mos ta dobësojmë, edhe koloninë e re ta vazhdojmë dhe ta zhvillojmë shumë shpejt. Për çdo gjë që keni në koment ose në diçka mund të më kontaktoni në Instagram, dërgoni mesazh dhe aty mund t'ju dërgoj mesazh me zë ose video si mund t'i bëjmë. Në Instagram Bletari VD.
Të kalosh që mirë. Shihemi në video tjetër, dhe mënyra tjera.